Prej temave që ne nuk i kemi kuptuar në madhështinë. Absolutisht nuk i kemi kuptuar as realitetin dhe rëndësinë është çështja e pendimit. Dhe çështja e tëubes. Dhe kush prej nesh nuk e di se çfarë do të thotë tëube, ose se çfarë do të thotë pendim. Kush? Secili prej nesh. Secili prej nesh madje është në gjendje ai të tregoj argumente, ajete Kurani, hadithe të shumta, madje edhe ngjarje, për të ilustruar pikërisht madhështinë e tëubes dhe të pendimit. Problemi është, a jemi qasë të dojnë njerë tamam korrekt, a jemi të vërdishë përse jemi duke folë. Për shumë, tani shkëputur disa ajete nga surja Ghafir. Ndërkohë që Allahu i artësuar thotë, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Ata të cilët e mbajnë arshin. Dhe ata të cilët janë rreth e përqaf arshin. Përse bëhet fjalë? Me lajket. Sa është numri i melekëve që mbajnë arshin? Sa? 8. Sa është numri i melekëve që mbajnë arshin? 4. 4 apo 8? Jedi 8. Që të pyetni sa? 4 janë momentalisht. O yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8. Atë ditë dhe Allahu lësuar, ditë në gjykimit, në mbajnë arshin. Allah të folin në Allah të ditë 8 melek. Atë ditë, dakor? Ma dhe më folë pak bishkarët madhështinës të një melek që më bajnë arshin. Qëfar të pejgamberi sa më është dhe leja që të tregoj bishkarët madhështinës një për melekve që më bajnë arshin. Që më bajnë fronë. Dakor? Sa është distanca prej supit dhe veshët? 500 vjetë. Me se përshkruat, i zonë ti. Po edhe e cilë, e një njeriu të ishte 500 vjetë, imaginon, ma një përse bëhet fjetë. Dakordë? Tani, ky melek, imaginon pak për një moment, si për fizikisht në shfaqje për bavë ky melek. Ani që të shokim gjërat të prekim, apo argumentet. Si që kemi thënë dhe herë tjetër, që të jetojmë me tekstin, të jetojmë me përgëzimin. Ta shijojmë atë dhe përpiqemi ta parafityrojmë. Imagjino pak ti, unë t'jem përballë këtij melek, me madhështinë e tij. Por ky melek nuk posëdon vetëm madhështinë fizike, por posëdon dhe madhështinë pozicioni dhe detyre. Krijesë për sa i përket sëndëve, krijesa më madhështore, më e rëndë, më e bukur dhe më fisnike është arshi. Shfroni Allahu të mësuar. Prandaj dhe ka përzgjedhur Zoti i gjithësisë që të jetë tavani i xhenetit Firdaus. Automatikisht, ata që mbajnë arshin, fronin Allahu, janë melek jo dosido, sepse gjithë melekët janë klera, janë fisnik. Ata që ka përzgjedhur Allahu të mësuar për të mbajtur fronin e tij, janë nga melekët më fisnik. Hati bashkon këto dy elemente. Elementi fizik, madhështisë së tyre fizike. Elementi tjetër, detyra e tyre fizike. Për një moment tani të imagjinojmë se kur jemi përballë një prej këtyre melekëve madhështor dhe fisnik. Dini se çfarë detyre tjetër ka këta melekë? Me madhështinë e tyre fisike. Të kërkojnë falje për ne. Gjithkohës. Pa pushim. Imagjino pak, për të kuptuar çfarë pozite dhe çfarë roli kemi ne tek Allahu Rasul. Sa të shtrejnë, sa të rëndësishëm jemi tek Zoti i gjithësisë. Të kërkojnë falje për ne, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Ata që mbajnë arshin, ata melekë që janë përqaf, dhe të përqaf arshin. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Shumë me madhërojnë Zotin e tyre. I bëjnë tasbih Zotin e tyre. Wa yu'minuna bihi. Kam besuar fort Zotin e tyre. Po pastaj, po yastaghfiruna lilladhina amanu. Dhe kërkojnë shumë falje për ata të cilët kanë besuar. Çfarë thonë? Rabbena, Zoti ynë, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. O Allah, ti ai i cili e ke mbuluar çdo gjë, e ke mbushur çdo gjë me dije dhe me mëshirë. Me dije dhe me mëshirë. Me dije ti e di se çfarë veprojnë robërit e tu, mirë po e ke mbuluar edhe me mëshirë. Faghfir lilladhina tabu.
fali shumë ata të cilët të kërkojnë falje, të pendohen të ti. Faghfir lillezina tabu. Dhe i ruaj ata në dënimin e zjarrit. Ma imagjino, tani çdo thotë, do thotë që ta melek gjigant madhështor fizik me detyrë kaq fizike, ka ngarkuar Allahu Rasul dhe një detyrë tjetër, të cilën e bëjnë me shumë përkushtim, kërkojnë falje për çdo besimtar që ka besuar në Zotin dhe në momentet caktuara pendohet. Atëherë ti edhe unë në momentin që pendohemi nuk jemi të vetëm. Pra, në momentin që ne pendohemi dhe i themi Allahu Rasul nga një gabim që kemi bërë, dhe me o Zot më fal, atëherë nuk jam i vetëm, nuk kërkoj falje për gjunahun që kam bërë i vetëm. Me po kush është tjetër? Janë me lajket. Dhe në veçanti, me lajket që mbajnë arshë. Tani kthem përsëri të fjalia e parë, që është për veprave më madhështore, më gjigante, pendimi, cilën ne është pjesë e jemi qasur do një korrekt. Siç duhet. Dakor? Prandaj dhe ka quajtur pendohesh tek Zoti, është të dinësh dhe njerë. Thëmë, të bësh reformatim dhe njerë, të fillosh dhe njerë nga parë. Dakor? Mirë. Tani, për ta përmbetur, sepse realisht ka shumë gjë, shumë për të thënë. Përpara se të tregojmë madhështinë e kësaj gjë, ne do të tregojmë diçka për kufizim. Kur themi pendohuni tek Zoti ose Allahu i do ata që inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu do ata që pendohen shumë dhe i do ata që janë pastër. Mirë. Çfarë është pendimi? Kush më thotë mua, më shumë praktik çfarë është pendimi? Tek Zoti i Gjithësisë. Hajde. Kur ka bërë? Të kosh? Të nuk tjetër? Dhe mos të desh përsëri? Korrekt është? Dhe mos të desh përsëri? Ka një korrigjim të vogël fare. Dhe të kesh vendosmërinë që nuk do të kthesh përsëri. Dakor? Një shembull praktik. Çfarë është pendimi? Unë kam nisur një destinacion, një rrugë. Do shkoj e kam ndarë mendjen, e kam detyrën, do shkoj në Tiranë. Nisëm rrugës. Të kura e Gajdarit, çfarë bëj? Gatrojnë. Dhe shkojnë apo në Krajne dhe nisëm për në Konisipoli. Pastaj nga Konisipoli po vazhdoj rruga, kalon doganë dhe i bie shkollë ka krejtësisht të kundër nga destinacioni. Një pyetje. Në një moment, gjatë rrugës, pavarësisht në çfarë segmenti je, përderisa ke devijuar krejtësisht nga destinacioni, deri dikush do të përmend, do të thotë ku je? Për në Tiranë. Po zotë, po s'është Tirana ti. Je krejtësisht në Kraunë. Lind pyetja. Njeriu i mençur çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Do kthehet. Tjetri? Po, sa po shkret. Mbaroj jeta për mua. Mbaroj shansi për mua. Bafti të dalësh të dalë përpara, ecë përpara. Ma ka shumë ky është pendim. Jemi dakord? Njeriu i mençur, edhe nëse ka shkuar, ka bërë kilometra të tëra, edhe nëse ka shkuar, ka lojë doganën, e ka shkuar në Menitë, se tani u bëhet prezantim të hartës gjeografike, apo edhe nëse ka, por çrëndsi ka sa kam, përderisa kam gatuar rrugën, reflektova, unë ndërgjegjësova, më përmendi dikush çrëndsi ka, që kam gatuar rrugën, do kthehem, jemi dakord apo? Sepse më vuri në dukje ose u ndërgjegjësova që jam gabim. Dakor, do kthehem. Po mirë. Po koha që shkoj do. Po kosto ke harxuar naftë, je lodhur, ke bërë këtë, ke bërë atë çrëndika. Fakti që u kam devijuar nga destinacioni, dhe fakti që tani dua të shkoj në destinacion, çfarë bën? I zhversoj që të gjitha ato. Sepse të shkuar në destinacion për mua është qëllimi. Pjesa tjetër është gatrim ose devijim nga. Ky është pendim. Besimtari ka një jetë, besimtari ka një rrugë, besimtari ka një Zot, besimtari ka një destinacion, besimtari ka detyra, besimtari ka thënë nga besuar Allah, nga besuar profetit dhe po punoj për në xhenet. Gjatë rrugës, rruga është e gjatë, është e lodhshme, butojmë, me të përgjumur, të përhumbur, shoqëria, çrëndika, momentet caktuara, humbasim rrugën, devijojmë. Qoftë në segmentet e vogla, qoftë në gjëra të vogla, qoftë në gjëra të mëdha.
Atëherë zgjedhja ku është e gjithë secili prej nesh. Çfarë mund besimtari? Kthehet në rrugë. Ky është perëndim. Kthehet në rrugë. Mirë. Një pyetje, si është Allahu ka pasuar me këtë njeri I cili I caktoi detyrën? E paralajmëroi mirë, tregoi të hartë, tregoi të lokacion, dakord? Dhe ka tregjur dhe vëmendjen, kujdes mos tregoi në kishë, mos kujdesur, mos u punë. Dhe çfarë bën? Te ky njeri përsëri ngatron. Dhe përsëri gabon. Tani ne duam të dhe ky Zoti që ka caktuar këtë detyrë, si është këtë njeri? Si është me këtë njeri? Si është Allahu në sot me që detyrimisht latrohemi dhe kuptohemi dhe tregojmë shkundesje dhe në fund fare gabojmë. Pak përgëzime, jo ti marrim që të gjitha të tjera, sepse ç'është ashtu ti transportojmë këtë. Kush prej nesh nuk ka dëgjuar hadithin, ku pejgamberi sa thotë Allahu në mësuar shtrin dorën e tij gjatë natës. Në mënyrë që të ndohet gjunaqari I ditës. Dhe shtrin dorën e tij gjatë ditës, në mënyrë që të pendohet gjunaqari I natës. Çdo të shtri dorën e tij. Pret. Të thret, të fton. Çfarë do pejgamberi alesa në hadithin tjetër? Kur krijoi Allahu në mësuar qiellin dhe tokën. Aty në drejtim të perëndimit, la një derë gjigante të hapur. 40 apo 70 vjet të transmetuesi e gjerë, dera. 40 vjet apo 70 vjet, derë gjigante. Nuk mbyllet kur deri në ditën e fundit. Është dera e perëndimit. Ka në hapur Allahu në mësuar. Për gjithë njerëzit pa përjashtim. Pendohen të kthehen përsëri të kthehen rrugës në zonën e platës. Dhe mbi akoma këto dy përgëzime madhështore, është hadithi që ne kemi përmendur shpesh, ne kemi ilustruar shpesh takimet tona apo situatë të tjera të caktuara. Është hadithi madhështor ku paria e Mekës shkon te pejgamberi alaihi. Shkon te dërguari I Zotit. Dhe çfarë I thanë? E sfiduan pejgamberin. I thanë, lutë Zotin tonë, për të sa je profet, lutë Zotin tonë, ta shndëroj kotën Safa në Flori. Nëse ti e mund të gjë për ne, atëherë ne kemi të besuar që të gjithë masisht. Pejgamberi Arsa, entuziazmuar, e lutë Allahu në Zotin. Po shtëroj kotën Safa në Flori. Të bëhet besimtar, të pranon, dakord, do të zonë. Allahu në Arsa dërgon Xhibril, vjen Xhibril dhe thotë Muhammed, Allahu të dërgon selam. Allahu të dërgon selam. Dhe të thotë, çështja është në zgjedhjen tënde. Nëse dëshiron Allahu Rasul shtron atë që e krijoi, atë kodër që e krijoi prej dheu, prej balte, prej guri, shtron apo flori. Mirë po ati do guxoj dhe do mohoj dhe nuk do të besoj. Pas ti argumenti, pastaj shenja, do të shkojë Allahu me ndëshkim që nuk ka ndëshkuar diku tjetër përpara tij. Me atë ndëshkim. Por nëse dëshiron, është në zgjedhja tjetër, Allahu Rasul lë për ta portën e pendimit dhe të mëshirës hapur deri në limitet dhe afatet që ka caktuar Zoti. Derisa të vi shpirtin në mënyrë individuale secili prej tyre në fyt, apo derisa të vi dita e fundit që lind dielli nga perëndim. Çfarë zgjodhi pejgamberi sa? Çfarë zgjodhi? Të dyta, të jetë porta e pendimit dhe mëshirës hapur. Automatikisht një besimtar I mençur, çfarë përfiton dhe çfarë sinjali dhe mesazhi nga Allahu? Që do thotë, nuk ka flori dunjaje, edhe nëse gjithë dunjaje, në kodra sa. Po gjithë dunjaja s'po t'ishte në flori, dhe t'ishte e gjitha e gatishmërinë të servire ty, të dhuroj ti, nuk vlete sa mundësia e pendimit. Sa mundësia e pendimit. Ma gjënë se çfarë mundësia ka bërë, Allahu në sotë. Mirë, tani, çfarë tha Iblisi në momentin që u sigurua që do ishte në zerë të xhenemit, larg mëshirës së Allahut të Madhërisht. Çfarë tha? Gjeti guximin dhe zotoret e Allahut të Madhërisht. U izzeti, ja, thot pasha u izzetuk u xhelal. Të pasha krenarinë tonë dhe madhërinë tonë. U betuar në krenarinë e Allahut dhe në lavdin e Zotit, madhërinë e Allahut.
Unë do t'i mashtroj, do t'i devijoj nga rruga tënde, derisa të kenë shpirt në trup. Pra kur unë do t'a humbë shpresën dhe kur do dorëzoj me ta, në momentin e fundit, derisa të dorëzojnë këto shpirt. Unë do bëj maksimumin që ta devijoj nga rruga tënde. Kush Ademi dhe pasardhësit e tij. Ne. Çfarë thotë Allahu për këtë? Thotë wa izzati wa jalali. Pasha madhështinë time të kënaqërinë. Dhe unë kam për t'i falur ata përderisa do të kërkojnë falje dhe do të pendohen. Pra, të gjithë aktivitetin tënd, investimin tënd, mundin tënd që ti do t'i devijosh, dakord, për kushtimin tënd në devijim, unë do t'i falem. Përderisa ata do të kërkojnë falje dhe do të pendohen tek. Mirë. Tani, po të shohim dhe të analizojmë pak tekstet se si ne trajtojmë çështja e pendimit. Të vepër që e do Allahu Resulullah, Allahu e do atë që pendohet. Po të marrim të analizojmë Kur'anin famullar, kam shkëputur thjesht disa pika si na shqasur Zoti i gjithësisë në lidhje me pendimit. E para, Allahu na kërkon, fiksojmë disa pika. Allahu na kërkon. Allahu na kërkon që ne të pendojmë. Da jetë të shumë. Po ju se të besuar tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pendohet tek Allahu Resulullah. Me pendim të vërtet të sinqert të përkushtuar. Tjetër, Allahu Resulullah përbes se kërkon paralajmërojë nga vonesa. Atë që kërkon Zoti i gjithësisë, edhe njeriu edhe individi nuk të toleron të tregon shkujdesje dhe të mos jesh i disiplinuar për sa i përket kohës. Për këtë arsye, derisa ta kërkon Zoti, imagjino Allahu në vështinë e tij, atëherë nuk i justifikohet vonesa. Gabove, pendohet. Gabove, kërko falje. Dakor? Prandaj çfarë thotë? Allahu Resulullah ka paralajmëruar nga vonesa. Kujdes, mos i shtini, mos i vononi pendimet. Je i dishëm që ke gabuar, pendohu në moment për çfarë do të gabim që ti ke bërë. Këtu ka ajete të shumë. Tjetër, imagjinoni pak, Allahu Resulullah caktoi me lajke që kërkojnë falje për ne dhe këtë ne u morëm diçka me këtë, sepse është jashtëzakonisht madhështore. Tjetër, duke shtuar akoma pak edhe kam sjellë në formë të përshkallëzuar për të treguar madhështinë e kësaj çështje. Allahu na Resulullah ka lajmëruar se Zoti i gjithësisë gëzohet me atë që pendohet, dhe kush prej nesh nuk e di atë ku është. Gëzohet Allahu me robën e tij që pendohet. Pra që do të thotë, gëzohet Allahu me Resulullah me dikë, me njerëz që gjëra që nuk ata si puna jo, i cili një zot e di se sa vite ndoshta ka kundërshtuar dhe ka bërë gjuna, ka qenë kundra vetit, dhe gëzohet në momentin që ky njeri merr vendimin për të hequr dorën në një vesh nga një gjuna, nga një gabim. Gëzohet. Mirë, si ta kuptojmë? Të ka sjellë një shembull praktik. Gëzohet Allahu Resulullah, gëzohet pejgamberi sa me pendimin e dikujt më shumë se gëzohet dhe nuk duhet dikush prej jush, apo një person i cili është në shkallëtirë, në mes të shkallëtirës. Ka kapur prej kapiste, në moment se atuar kafshën e tij, mbi kafshën e tij çfarë ka? Ushqimin, pije, në mes të shkallëtirës. Për një moment më humbet kafshën, me ushqimin dhe me pije. Çfarë? Sigurohet që vdiq, shkatruar mbaroi çështën. Shtrihet pastaj dhe pret vdekjen. Për një moment befas, hapsi dhe gjën te koka e tij, kafshën, me gjithë ushqimin dhe me pije. Janë disa fragmente dhe jemi psikologë të parë dhe se sa njerëz vdesin në shkëlqyer sepse u prishin makina. Prishin makina. Shkëlqyer. Autostrada të gjatë, prishin makina. Dakor? Dhe s'kanë marrë ushqimin, marrë pije. Shkoj pasaj kanë gjetur edhe ashtu e ty. Paroj, humbe, je sigur që do të vdesësh. Në këtë moment pasi ti kishe bërë llogarit me vdekjen, për një moment ti hap sytë dhe shikon jetën përsëri. Më thoni pak, si do të jetë gëzimi dhe lumturia e këtij personi, sa që në këtë moment pasi e kap pistrën, thotë, o Zot, ti je robi im dhe unë jam Zoti tënd. Pra doj që ta lavdëroj kaq shumë Allahun nga Resulullah, sa që më nuk merr vesh se çfarë thotë. Dhe ngatrohet të bëj një gabim fatal. Dhe do të Zot, ti je robi im dhe unë jam Zoti tënd. Ndërkohë që gaboj, nga gëzim, ka dhe gabim nga gëzim. Do të thoshte, ti je Zoti im dhe unë jam. O Allah,
në këtë moment unë çfarë u binda akoma më shumë që jam robi tënd dhe ti je Zoti. Por nga to, Allahu gëzon më shumë. Përveç se gëzon, Zoti i Gjithësisë çfarë bën? E do. Personi i cili pendohet. Mjafton fare. Kur vetëm më fal, edhe nëse nuk gëzohesh me pendimin tim, edhe nëse nuk çfarë më do. Allahu do. Pra, do Allahu në pësuar t'i këj cili ndoshta e ka kundërshtuar, ka gabuar, ka qenë kundravajtë në vitën e tëra, në momenti që to pëndohet të ka Allahu në pësuar e dohet. është më shumë. Ka dhe dishka më të marë se sa. Cila është që Allahu në pësuar, jo të që e pranon pëndimin. Pëndimin e falës të gjitha gjurëve. Dakor? Jo të që e pranon pëndimin. Dhe jo të që e falë. Tjetër? Jo të që gëzohet, jo të që e do, mirë për Zoti i Gjithësisë edhe të kaluar në ti, pra regjistat, jo të që e apo të bardë, por i azmëcon dhe me sevape. I azmëcon dhe me sevape. Me i gjëmë sevape. Dhe kjo është përgëzimi që si Allah në Rasul në fundin e surës, Furqan. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات këta janë njerëz që Allahu Rasul është në rrotë të këqija në vepra të mira. Tani gjitha pyetjet që ne kemi çfarë ishte përgëzim. Hin pyetje pse? Çfarë ndodh tek një njeri që pendohet? Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe është pika. Çfarë ndodh tek një njeri? Para punës ky është një luftëtar i vërtet. Dhe Allahu do luftëtarët. Dhe luftëtari më madhështor është ai i cili bën betejë me veten e tij. Ky është njeri i cili vuan, e djep gjunahun, e djep mëkatin, e djep faktin që kundërshton Zotin e Gjithësisë, dakor, dhe bën betejë të madhe luftëtar. Me këtë, me veten e tij, me vesin, me gjunahun, me këtë, me ambientin, me shoqërinë, me tundimet, me gjunahet, me mundësinë për të pasuruar brenda natës, në brenda ditës, mirë po e lap në këtë moment po që dorë, do shta për një moment, çfarë thotë? E kaluar ai më në bëj zero tani në këtë moment. Nuk është të pak. Kjo gjë. Dakor? Tjetër, pendimi nuk është thjesht heqësh dorë nga gjunahi. Por çfarë ka thënë? Është lartësimi i shpirtit. Ky njeri për një moment çfarë bën? Është kaq i zgjuar, kaq i madhështor, kaq fetar, saqë nuk ja pranon vetes së tij të jetojë në këtë batalë. Në këtë nivel. Çfarë jetojë në botën e vesë. Në kthetar të kësaj shoqërie. Pra, tenton të lartësoj fort shpirtin e tij. Allahu në surë çfarë bën? E vlerëson jashtëzakonisht. Njeriu që pendohet, çfarë bën tjetër gjë? Ka mendim të mirë tek Zoti i Gjithësisë. E paktën të shkjo. Prandaj Allahu në surë për njerëz që nuk fal, është ai që humb shpresën tek Zoti i Gjithësisë. Kriminal është ai që humb shpresën tek Allahu në surë. Pa duke qenë se ka mendim të mirë tek Allahu në surë, të mendimi i mirë për adhurimet e më fisnike tek Zoti i Gjithësisë. Dakor? Kjo që ky njeri thekson dhe investon në përmirësia. Imagjino pa një njeri i cili çfarë gabon. Ky është ndrodhur i frikshëm, arrogant, për pak vjen një moment e përullet. Dhe kërkon falje Zotit të Gjithësisë. Këtë gjë Allahu na mëson e person jashtëzakonisht shumë. Dhe mbi të gjitha, pse Allahu na mëson e person dhe çmon dhe shpërblyen kaq shumë pendimin, sepse Zoti i Gjithësisë dëshiron që në praharorën dhe në zemrat e njerëzve të mirë gjithmonë të lulëzojë optimizëm. Gabova, çfarë do bëj? Do vras vetëm? Jo, s'ka vëpër pesimizëm. Po mirë, si ta ndryshoj? Ndryshoj thjesht pendim. Dakor, thjesht të makinë të timonë. Dhe optimizmi në Allahu në surën e person jashtëzakonisht. Çfarë na duhet të ndërtuar për ta? Mbyll çfarë na duhet? Ama të pendohemi për pendim të sinqert dhe të vërtetë. Cili është pendimi i vërtetë dhe i sinqert? Cili është ai që bëhet për hir të Zotit? Ai i cili ka në vetveten ngritën e keqardhjen, ka lot, ka breng, ka ngushtim krahërori, ka ndjen kequra, ka kundërshtuar Zotin tim. Kto se çfarë ka bërë? Njëri me tjetëri kur gabon ka shi njëri tjetëri, së gjymi pasha Zotin e Gjithësisë. Si ora ja bëra unë ati?
është njëri që ka investuar të punës, njëri që më ka përkrau, njëri që kam detyrime ka shqip, si ore ka bova u ka shqip, si ka bova ka shqip, pritit si ka bova ka shqip, shokën si ka bova ka shqip, dikujt i cili më është gjetur. Si do vendosë gjumë në sy? Dakor? Po ka që Allah, gjithë më shishë. Dakor? Bujarit, ka që egzistojnë, filmojnë, jemi, dakor? Farti. Atë çfarë bën? Brenë, ngushtim, trahërori, keqardhje, patjetër që në pendim duhet të ketë, çfarë duhet të ketë? Duhet të ketë keqardhje. Ai cili s'ka keqardhje, atë rrezikon që të prandon pendimin. Tjetër gjë, vendosmëri. Përpara vendosmërisë, largim në moment nga gjuna. I penduar është ai i cili thotë, u pendova dhe bëj dorë. Jo pendova dhe është në proces, vazhdon akoma në gjuna. Heq dorë në moment. Është i keqardhur, heq dorë në moment, dhe në këtë moment, themi tek ajo që thamë, është i vendosur 100%, shto dhe më shumë nëse mundesh, që kur më nuk do të kthehet të gjuna. Kjo është lazëm, një prej shtyllave kryesore të pendimit. Lazëm, vendosmëria që kur më nuk do të kthehet. Kujdes, tu tani korrigjuam mastronin. Jo që të mos të kthehet, por vendosmëria që nuk do të kthehet. Sa ai mund të kthehet përsëri. Dhe ka hadithe të shumta, është hadithi kutsi, ku dikush gabon, pastaj ose të gabon, Allahu thotë për di, robi i di që ka një Zot për të që edhe të shkon, por edhe fal. Për lidhje me gjunën, kërkoj falje kanë falë. Sa 1, 2, 5, 10 herë, 100, 1 miliard herë, kur ama çfarë një ka vendosmërinë që më kur nuk do të kthehet. Por nëse kthehet, do të përsëritet një njëjtë procedurë, të njëjtën formë. Keqardhje, vendosmërinë që nuk do të kthehet, pendimi në moment dhe ja falë Allahut. Dhe nëse ka fusurën, nëse ka borxhe, nëse ka cënuar deri në dikujt, nëse ka cënuar pasuri, dikujt nëse ka cënuar diçka, çfarë do të bëjë mësa të kërkojë Allahun sot përpara se të vinë ditë që nuk na mbaj. Kërkon me kthem të drejtat e njerëzve. Këtë lloj pendimi, e kushti tjetër është ta ketë përpara brenda fatit. Këtë lloj pendimi, nëse e bën kushdo prej vetë Zot në çdo moment, përballë çdo gjunahi qoftë, ka të falë tek Allahu, s'ka pikë dyshim. Dhe mos guxo të gjykosh dikë i cili ka bërë një pendim të tillë. Sepse jo atë që është falur, por nuk është shërbim që të jetë zhduruar dhe për vlerave të Allahut. Prandaj kujdes me të kaluar në njerëz. Kujdes me të kaluar në njerëz, sidomos me dikujt i cili ka bërë këtë pendim, se nuk është shërbim që të jetë zhduruar, ti të bëhet musahabi aty. Po ai ka kaluar një proces të tillë që është ndëruar në vlerë, në uri për vlerën e Allahut, mik të shtrenjtë tek Zoti i gjithësisë. Dhe një prej tyre është ai që na ka thënë pejgamberi sa personi i cili vrau 99 vjet. Ai praktikisht bëri këtë pendim për të cilin ne jemi duke folur. Praktikisht. Për brenda i lëvizë diçka. E gënjë atë për brenda patjetër. Diku është një Zot që fal dhe mëshiron. Fati i tij ke fillimisht ishte se u përball me një njerëz i cili ishte ignorant, ishte pa ditur. Mi po i mashtrote njerëzit me adhurimet e tij. E mori një çfarë përball. I tha, më falë mua Zoti? Tha, çfarë ke bërë? 99 vjet ka bërë. Si? 99 njësa dhe do ishe kriminal. Shumë 99 vjet në njerëz. Thotë jo, se falë Zoti. E vret datën dhe i bën 100, pastaj përsëri pas një farë kohe kishte ato diskutimet me veten e tij, patjetër o vëllai. është diku një Zot. Si ka një zgjidhje. Derisa, elhamdulillah bëre sallallahu alaihi wasallam, ky diku i cili kishte dije dhe thotë po, me pendimin e ditës se çfarë do thotë. Ta pranon Allahu pendimin, ta fal gjunën e ditës, e ke bërë llogarisë çfarë do thotë, i ke marrë masa, je gati për ta bërë këtë vepër, sepse pendimi nuk është një fjalë goje, është një revolucion. Është një fillim i ri. Është i dhimbshëm, është i lodhshëm, ka kosto, ka betejë. Ke marrë? Po, ka marrë masa. Atëherë biri thotë, largohu prej vendit tonë. Kush? Largohu prej fshatit. Dhe filan fshati, sepse aty dominon dhe njerëz të mirë. E bëri këtë gjë. Në mes të rrugës që vjen me lekë për t'i marrë shpirtin. Me lekun e vdekjes, do thoni, çfarë shoqërojnë? 2 grupe lekësh. Ndihmësat e tij, me lekën e mëshirës dhe me lekën e dëshirimit.
Çfarë do të pejgamberi sa me letë, me që merr shpirtin e vdekjes nuk e mban shpirtin e robit asnjë çast në dorën e tij. Direkt ka dorëzon. Direkt të dorëzon, vazhdo punën me shpirtin e tij. Mirë, ku do ta dorëzoj? Erdhi me letë mëshirës, këtu tek ne se u penduar. Jo, në pak me letë mëshirës, kriminal, ka vrarë 100 veta tek ne. Jo, dërgon Allahu në asfalt pastaj me letë gjykatës. Marrë një distancë. Që në momentin të fshatin që në largua, deri ku dorëzoj shpirtin dhe që nga ky vend deri në fshatin këto shkodë. Çfarë bëri Allahu në asfalt? Urdhëroi tokën nga pjesa e fshatit të keq. Që çfarë do të të kushtoj dhe nga pjesa që kundroi e deri në fshatin mirë. Çfarë do të zgjeroj. E matën me e madhe. Ishte ndruar ishte dhe shpirt, ishte ndruar jetë, afër fshatit të mirë, sa një pëllon. E morë shpirtin e tij, që finosën dhe që finë për xhenetit, me misë për xhenetit, me lekte në mëshirës. Një pyetje, pse i tërgojë Allahu dhe e tërgojë këtë ngjarje me kaq detaj? Sepse kjo ngjarje në thënë vetë, njeriu, personazhin tipik që është penduar tek Zoti. Njeriu që Allah i pranoi pendim. Çfarë bëri mirë në revolucion? Me kosto të madhe, la shtëpinë, la investimin aty, la shoqërinë, që do thotë, do ka mundësi të pendohesh pa dhimbje dhe pa vete. Mirë po, sa po e kalon, çfarë bësh? Shlirohesh, fillon të jetosh. Dhe përfundoi këtë fjali, pasha Zotin e Mësimit, askush nuk ka shijuar ëmbëlsinë e jetës. Përpara se të shijojë ëmbëlsinë imanit dhe besimit, përderisa nuk pendohet. Dhe përderisa nuk del nga bolla e gjunat dhe kundërshtimit të Zotit. Prandaj secili prej nesh të listën e gjunave, të mëkatet, të gabimeve, ne po mbetej. Kur mos u shpresëm, tek mëshira e Allahut të lartësuar. Edhe nëse nuk plotësohemi, përmirësohemi dhe perfeksionohemi do brenda ditës së natës, po ne avancojmë dhe hedhim gjithmonë një hap drejt përmirësimit. Dhe unë i popën dhe i kërkojnë falje e Zotit dhe klasor. Dhe gjitha të përgëzime, shalë Zotit qofshin për ne dhe mbi ne. Allah në të ata të cilët, e ndohen dhe visë më nëjë nësua, të jenë për të dashur në ti. Së parë më me hëtë, është në në